Në orët e para të mëngjesit të sotëm, rreth orës 7:45, në radhën e Vlorës ka mbërritur kroçera Monet e regjistruar në flamurin e Kingstown. Anija turistike vjen nga porti i Durrësit dhe sjell në bord 48 pasagjerë nga vende të ndryshme europiane, përfshirë Kroacinë, Portugalinë, Gjermaninë dhe Anglinë. Gjatë qëndrimit në Vlorë, turistët pritet të vizitojnë disa nga pikat më të njohura turistike të qytetit dhe zonave përreth, duke përfshirë monumente historike, zona bregdetare dhe destinacione natyrore, të cilat përbëjnë një nga ofertat më të rejse të jugut të vendit. Kjo ndalesë u jep vizitorëve mundësinë të njihen nga afër me kulturën vendase, traditat si dhe mikpritjen shqiptare. Autoritetet portuale dhe operatorët turistik e konsiderojnë këtë ndalesë si pjesë të një sezoni në rritje për turizmin tetar, i cili i vitet e fundit po fiton gjithnjë më shumë rëndësi në ekonominë vendase. Kroçera do të qëndrojë në portin e Vlorës deri në orën 20 të darkës për të nisur më pas drejt destinacionit të radhës, Sarandës, në vijim të itinerarit të saj përgjatë Bregdetit shqiptar. Prania e kroçerave të tilla kontribon jo vetëm në promovimin ndërkombëtar të Vlorës turistike, por edhe në gjallërimin e aktivitetit ekonomik lokal.